Serialet turke të njohura si Dizi kanë pushtuar ekranet në rreth 170 vende të botës dhe janë parë nga afro 1 miliard njerëz. Me skenar dramatik, aktor karizmatik dhe skena luksoze në pallate osmane apo përgjatë Bosforit, ato janë kthyer në një nga eksportet më të suksesshme kulturore të Turqisë. Këto seriale kanë famë aq të madhe, saqë edhe yjet e Hollywoodit I shikojnë. Bazuar në disa raportime që janë bërë së fundmi, aktori I njohur Bradley Cooper, I cili ka treguar se është fan si dramave turke, ka thënë se I pëlqen seriali Muhteşem Yüzyıl. Ndërkohë ai ka thënë se nënës së tij I pëlqen seriali turk komedi Erkenci Kush. Por Financial Times ka shkruar se tani kjo industri po përballet me një krizë të re, inflacionin e lartë. Ne përballemi me kostoprodhimi dhe më të larta se Spanja. Kjo ndikon drejt për drejt në shitjet ndërkombëtare. Me kalimin e kohës, eksportet televizive do të bien, ka thënë Ozcan Altunkaya nga dhoma e tregtisë e Stambollit. Inflacioni në Turqi arriti kulmin në fund të vitit 2022 me 85%. Rritja e çmimeve ka trefishuar kostot e prodhimit deri në mbi $240,000 për orë xhirimi, sipas një drejtuesi evropian të medias që ka ndalur aktivitetin në Turqi. Televizioni turk është një makineri e jashtëzakonshme dhe shumë efikase, por rritja e kostove po kërcënon sekretin e suksesit të tij, ka thënë ai. Industria turke funksionon me një model të veçantë dhe shumë konkurrues. Çdo javë prodhohen epizode të reja që transmetohen menjëherë, ndërsa serialet që nuk kanë audiencë ndërpriten shpejt. Serialet e suksesshme shiten jashtë vendit me fitim të pastër. Dikur ishte një ëndër, qindra orë programesh të shitura jashtë vendit me $100,000 për orë, ka thënë drejtuesi evropian. Por sot të ardhurat nga reklamat mbulojnë vetëm rreth gjysmën e kostos së një epizodi. Kjo ka quar në më pak projekte, më pak rrezik dhe më pak mundësi për hite të reja. Është një rreth vicioz, kur prodhimi është I lartë, mund të eksperimentosh me talente dhe skenar të rinj, por kur një serial nuk mbulon kostot, të gjithë zgjedhin formate të sigurta, ka thënë konsulenti I industrisë Burhan Gün. Tani shumica e projekteve kërkojnë paraprakisht shitje jashtë vendit për të nisur prodhimin. Vështirësitë e industrisë së serialeve pasqyrojnë problemet e përgjithshme të ekonomisë turke. Eksportet e pajisjeve shtëpiake ranë me 10% vitin e kaluar, ndërsa sektori I tekstilit ka humbur rreth 380,000 vende pune në 3 vjetët e fundit. Megjithatë, industria e Dizi vazhdon të fitojë çmime ndërkombëtare dhe të hapë tregje të reja si Rusia apo Arabia Saudite. Modeli I biznesit mund të jetë në pikpyetje, por modeli I prodhimit mbetet I fortë. Nuk mund ta imagjinoni adrenalinën që krijon, ka thënë profesoresha e studimeve mediatike Carolina Acosta Alzuru. Edhe producentët mbeten optimist për prodhimin. Mehmet Eryilmaz, bashkëproducenti I serialit Veliaht, tregon se si një aktor që luante rolin e një personazhi negativ u lëndua gjatë xhirimeve dhe u detyruan ta varrosnin në skenar për të vazhduar serialin. Ai po prishte planin e xhirimeve dhe ishte personazh I urryer gjithsesi, kështu që e meritonte të vdeste. Duhet ta pranoj, gjithë kjo më bën të ndihem shumë gjallë, ka thënë Eryilmaz me humor.